Sot në studio kemi një histori të veçantë miqësie. Pra sot në studio kemi një miqësi, një respekt edhe një nostalgji njëjtën kohë, e cila lidh basketbollin, e lidh Gjakovën me një emër gjigant të basketbollit evropian, me klubin legjendar Žalgiris, nëse po di me thonë ashtu që duhet, nga Kaunasi I Lituanis, para më sa lërë kena shku. Kaunasi I Lituanis, prit të zot. A përshë sporti, mishtemi të dashur që është në lidh, është domethënë ambasadori më I mirë, është sendi më I mirë që mundet mi bo. Po në vendin tonë, çka po ndodh në sportin, çka është ka ndodh në dorë të Zotit. Jena me të në mshirë të fatit. Mysafiri jon Dariusi, për shembull, që është sot me neve këtu, vjen nga një qytet edhe një tradit basketbolistike e cila ka lënë gjurmë në Evropë. Ai ka qenë pjesë e ekipit kampion të Evropës, një emër që ka jetuar momente të mëdha të basketbollit kontinental dhe që sot vazhdon edhe me tutje të mbajë gjallë frymën sportive përmes garave të cilat mbahen në mes të veteranëve të basketbollit. Pra, kjo miqësi nuk është e re, miqtë të dashur, po është që nga viti 2015 dhe në vitin 2016, ku veteranët e klubit basketbollistik Vllaznimi nga Gjakova, kuptohet, morën pjesë në një turnir veteranësh në Çeki, ku përballen pikërisht me veteranët e Zalgirisit, e që nga ajo kohë miq nga Lituania kishin shprehur dëshirën që ta vizitonin Gjakovën tonë të dashur, Gjakovën tonë të bukur. Kuptohet që kjo dëshirë u bë mundshme me iniciativen e mikut ton Kujtim Nikoliçi, I cili është bashkë këtu me neve. Gjithashtu me neve në studio është edhe miku jon tjetër, Afrem Kamishi. Mirë se erdhet, welcome. Mirë se erdhet Kujtim, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm Edi, mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën. Ju jeni të mëdhaj, vëlla, kjo studio është e vogël. Ne na mësojmë. Na dy të vëzhgët ta të mëdhaj, ne na mësojmë njerëz normal, vëlla. Me njerëz është mirë, është e kemi flat, tash jemi në rregull, a? Derisa erdhëm ke pak si nxemje, po tash jemi super. Normalisht që kur flasim për Kujtim Nikoliçin edhe për rikujtim të memorjeve të qytetit tonë Gjakovës, është një ndër basketbollistët më të dalluar të klubit basketbollistik në një kohë më të artë ndoshta të klubit të basketbollit të Gjakovës, ku në fillim të viteve të 90-ta kujta vesh na iki durve, shkoj në Çeki, duke luajtur atje me elitën çeke, me Lokomotivën e Hebit, ku aty ndoshta edhe e filloi miqësinë me ekipin e Zalgirisit. Žalgiris Kaunas, qyteti Kaunas. Ku atje ndër vite e mbajti fanellën e tyne. Kujtim, mirë se erdhe edhe një herë në Gjakovën tonë. Mirë se ju zeta Edi edhe kom knacin që jam këtu në Gjakovë. Po përshëndes gjithë shikuesit, jo? Është një knasi e veçantë. Është një knasi e veçantë edhe për neve, edhe po du me I bo pyetje Dariusit. Darius, welcome in Gjakova. Thank you very much. It's very nice to meet you. Thank you, me too. Yeah. Po du me dit pakës për dëgjuesit, për shikuesit, nashta me ja për kthy pakës po më intereson me dit kohën kur ka qenë pjesë e kampionit të Evropës, pak më na rikthyem janis prej aty nëse bën. Times when you were champions of Europe. So, Lithuania it always was the land of basketball. All in Soviet Union. Sigurisht kupton, Lituania që ka qenë gjithmonë po. Yes. Maybe we are not so strong as we are not so big. We are just a few 3 million people. Ne vetëm 3 milion, ndoshta nuk kemi aq të fortë kështu si ishte, mirë po gjithmonë kemi qenë si kombi basketbolli. But in Lithuania lives or coaches or players. Domethënë Litani jetojnë ose trajnerët ose lojtarët. Yeah, and after when we losing something,
all thinking that the coach is bad. Në qoftë se humbim, gjithmonë është trajneri. Të trajneri. When we warning the people think that just we have a good plan. Kur fitojmë që krediti, Merita të lojtar, nuk janë të çka. But I think in Kosovo the same. Is the same. Si të na, të njëjta. Edhe këtu thuj kur e hupin, zakonisht ndodh në futboll, kur e hup lojtari gollën thot trajneri ka fal. Yeah, even sometimes when in football it happens that if a player misses the goal, then it's the fault of the trainer. Yes. That's right. The same. Yeah, that's it. Po më intereson që sa kohë është në Kosovë dhe përshtypjet e Kosovës nëse vën me pak fjalë. How many days you are in Kosovo and how do you feel? We planned to come in Kosovo long time ago. Yeah. Po kemi planifikuar të vim në Kosovë një kohë të gjatë. Because we met first Kosovo people in Czech Republic. Ne kemi takuar njerëz nga Kosova, domethënë neve po në Çeki, po. Yeah. And we planned to come there with our friends from Czech. E kemi planifikuar qyse moti me ardhur në Kosovë me shokët ton Czech. And just imagine, in fact, we're thinking that Kosovo is very far from us. Edhe merrni moment, ne kemi menduar që Kosova është shumë larg prej nesh. But that is not true. Po nuk është e vërtetë. Because just in few hours we can be here midis disa orëve mund të by plane. So it's just a mentality. Është vetëm mentalitet. Of course, the history makes something that we feel that something different. I feel different when I was in Lithuania. I feel very different what will happen because we thought that is somewhere very far and you know once kuptohet që ka histori edhe derisa isha në Lituani, gjithmonë kam menduar sa larg është Kosova, se çfarë është Kosova. Yeah. But when we came here, we see a beautiful country. Mirë, po kur ardhëm këtu e pam një shtet shumë të bukur. Very hospitality. Shumë mikpritës. We thanks for Kutja. Ti falenderojmë edhe Kujtës. He wants to show us everything what's it possible in a few days. Dëshiron të na tregoj gjithçka që është e mundshme brenda. Për 2 ditë. Për 2 ditë. Unë ju falenderoj shumë që keni ardhur dhe që ju shumë pak ditë. There are only few days. It's maybe not. Diçka që apo më bën përshtypje që akoma merr pjesë në turneun e basketbollit plus 17 që është impressing me. You're over 70 and you're still. Cili është sekreti që është aktiv? I just want to introduce our movement. I call that movement of the basketball. I think it's a little secret here. Unë vetë po du ta shpjegoj lëvizjen. Yeah. Se kjo është një lëvizje. Because there is some club, Žalgiris Seniors. Është një klub Žalgiris, veteranët e Žalgirisit. But in this club is just a few players played in Žalgiris as in the main team. Aty janë disa lojtar, jo krejt lojtar, janë lojtar që kanë luajtur në ekipin e parë Žalgirisit dikur. So there are. Do you have some time? Because I can speak till in the morning. A ka kohë deri në mëngjesin e No problem. We have time. We have time. Okay. So those people which played in Žalgiris. Ta njerëz që kanë luajtur në Žalgiris. They want to represent. Duhen ta përfaqësojnë. Because now we have some health problems. The back, for example, as me, the legs. Kemi probleme shëndetësore, dhimbje të shpinës. But now we joined with some other sports. They also call themselves Žalgiris. Jemi bashkuar edhe me disa njerëz që edhe ata e quajnë veten Žalgiris. So they are in fact the Žalgiris movement.
Është një lëvizje, si thosh, e Zalgiris. But I think my role in that, Roli im në gjithë këtë, I want to introduce also the Czech, my friends from Czech Republic, and now, shok nga Çekia, and I hope that is also here. Edhe e njëjta gjë do të jetë edhe këtu. To start using basketball as the place where the prosperity of the friendship. Po, se do ta bëjmë basketbollin si një nisë për miqësi. Domethënë sekreti që shumë e përmarr vesh deri më tash është shpirti. So it's soul. The secret is soul. Yeah, that's right. That is the best word. That's the best word. Yes. Kujt, po më intereson tash me fol pak me ty, nëse mujm. Po, patjetër. Tërë që ideja që veteranët e Zalgirisit me ardh Gjakob, se për marrë vesh që domethënë përmes juve, përmes teje, iniciatori kryesor. Klubi Lokomotiva Hebit, ku kam luajtur atje dhe jetoj, e kanë një miqësi para 30 vjetë, 35 vjetë, po. Edhe para 10 vjetë pa ta vendosë se me thirr klubin tim basketbollit Vllaznimi, veteranat, edhe pothuajse 2 vjet rresht e bëm një turnir atje, edhe erdhën Zalgirisi, Kaunasit, 4 ekipe më duket, jemi kon, po, edhe ashtu edhe po, edhe një ekip tjetër i Lituanisë. Edhe preja se i koha pothuajse kena pas një plan me u inkuadruat dhe na pak e me mujtë edhe na mi kalu kufinin e me shku në Lituanie, ma mërmene si tash do ta realizojmë edhe këto, edhe kështut. Na atje shkojmë shpesh në Lituani edhe për ndryshe këta luajnë edhe ligën evropiane për veteranë, dhe më thonë luajnë në Spajnë, në Kroaci, në gjitha vendet e Evropës, po. Për gjithë ata që majnë mend që të kujtojnë si njëri ndër basketbollistat më të mirë të kohëve të atëhershme. Po më intereson rrugtimi kujt na shtasdia ke pas rastin në herë me fol në televizion ose në radio, se tash jemi edhe në radio dhe në televizion për një herë. Me fol pak për rrugtimin prej vllaznimit në ekipën elitare të Çekisë në ato kohë. Po në atë kohë, po, de facto une kur kam shkuar atje, kam nisë me lujtë në Lokomotivën e Hebit, kam lujtë një kohë edhe në s'kom lujt. Vitin kom ushtru me Slavinë e Pragës, dhe mandej më këthuja pet atje, se nuk desha në atë kohë ishte, si me thonë, gjysëm profesional ishte basketbolli në vitet e në fillimet 90-ta. Po, nuk ish niveli, çfarë kishim na në Jugosllavi. Jo, tash. A do më thonë, po, atëherë ishte keq, ama tash është niveli asit, si me thonë, na pak kemi ra, po mbam ato, po ama atje kanë jetë shumë përpara, sepse niveli basketbollit në Çeki nuk u koni mirë. Po, e tash është nivel. Sa i përket Lituanisë, për shembull, Lituania është dikun tjetër, aty shumë përpara neve, si kur kom pa herën e parë, mu çmend neve, ashtu, po, nuk ka shkollë, si nuk është e lidhur me hallën sportive. Basketbollit, shkon nana me fëmin, 7-8 vjeçë, me asi prej shkollës, shkon në i ka për shembull Sabunisi, i ka gjysën e shkollave atje që i sponsorizon, që i bën, edhe gjysa tjetër shtetit janë që janë si me thonë, në Ministri Sportit. Une atëherë kum luj, do me thonë, asi miqësin u konë për para, që i ka pas Zalgirisi me Lokomotivën e Hebit, veç, unë si me thonë, pak ja kum thonë edhe në kësi, kom pas që jefmi inkuadru vllaznimin, shka kina bo atje, e ta shpresoj që prej këtuj do të shkojmë, mi po edhe Lituanin, Kaunasin, se atje është diçka një ondër, mi po është, me të vërtet si e kanë sallën sportive, njëjtin nivel sikur në NBA këtë luajtë. Sikur në NBA. Po. Po më intereson kujt në ato vite, domethënë vitet 90-ta kur shkove ti a kemi luajt rrugën e dytë. Po, normalisht, a dishin prej kajt i ardha? Po dishin, në atë kohë e merrshin Jugosllavi. Po, kemi kon nga Jugosllavia, po ata nuk bëjshin dallime në atë kohë, për shembull. Sloveni po nga e vërtet ishin nga Jugoslavia, po. Tek atëherë fillon lufta, gjanat janë nisën edhe ata pak më atë mungon koha e kohës vllaznimit atëherë. Po normal si gjithë ku i mungon ashtu, po më nënën tjetër edhe jam adaptuar atje. Jo në bo shumë vite, po thuj se me djemë jam gjithmonë në kontakt kështu, po tash edhe sot mungesa në Evropë është, si me thonë, nuk është gërbet, me thonë. Në Evropë është ashtu, si me thonë,
shtëpia jonë e gjithë. Po, Po normalisht. jemi afër. Normalisht. Për Po, një orë gjysmë po vjen këtu. përndryshe prej kohës orë kemi edhe afrimin këtu bashk, prej kohës orë të vllazënimit. Afrimi gjithashtu si një 17 vjeçar ish basketbollist i ditëve më të mira ndoshta të vllazënimit, duke vazhdu mandej këtë jetën e vet me basketboll deri tek sekretari i përgjithshëm apo sekretari i klubit i vllazënimit. Afrim, qysh çfarë emocioni është më kthy në parket tash se keni me lujt? A kemi lujt atje? Po. Po, sigurisht. Po. Unë jam aktiv, alo. Po, çfarë emocioni është Afrim tash me lujt? Po, është emocion i veçantë. Ose që ishte kur vishit përsëri dresi i vllazënimit, është diçka e shenjtë për një. Edhe nuk ka rëndësi fare rezultati kur luan si veteran, se tash edhe në Kosovë është formu liga e veteranëve. Mirë po, për fat keq, organizimi është i tillë që neve veteranëve mbi 60 vjeçar nuk na jepet mundësia me lujtë. Kanë fillu po marrin lojtar shumë të ri, e kanë kthy në garë, e kanë kthy gati edhe pothuajse veteranët duhen të mblidhen për të festuar, jo për luftuar. Normalisht. Po më intereson çfarë do të thonë kjo lojë për qytetin edhe për gjeneratat e reja. Paj tash gjeneratat e reja nuk e di sa ka informacion, kishte me qenë mirë që ata njoftohen tash fati interneti, ku di nëse nuk kanë pas një unisë kush është Zhallgërisi. Në kohën tonë, unë e maj mend shumë mirë kur Zhallgërisi ishte bërë kampioni i Evropës, edhe gjithmonë ka qenë top edhe hala është edhe tash në Euroleague, është ekip në ekipet më cilësore në Evropë, është ndjer i veçantë. Jo, vetëm t'ju shohë ngjyrën e gjelbër që e kanë, nga dhe kur vishën sot, aty kishte me qenë. Ajo është një emocion i veçantë. I bëjmë thirrje gjithëve tash sepse emisionin tonë fillin e shohin e ndëgjojnë tek qyteti, kështu që i bëjmë thirrje sot mos me lon asnjë vend tot. Faleminderit, që se muajnë Po na ditë punë. zhgënjehen se 70 pluso. Na ma shumë hecim se lujim. Më rëndësi, ju mundi vllajt të në vend. Po na, ngjyrat e vllazënimit, dresi, nderi i qytetit. Po kur jemi Ajo të është- ngjyra, ajo është më duket rëndësi. kujt ka me lujt me dres të Zhallgërisi. kujt nuk ka me lujt me dres vllazënimit. Jo, jemi pak edhe ashtu, mu lutën atin me... Po, Kujt me mgu mu i vesh dyja, ce. Kush janë nis me fitove pjesën që e di. parë, ditën 3-4. Po, më intereson për Dariusin në mes këtë këtyne turnireve që i ka Among marrë. all these tournaments that you have taken part, A ka një kujtim interesant qesharak të cilin kish me is ndonë there neve? any memory, any funny memory that you would share with us? Me dhe që ka shumë po diçka. There might be many. It's very, very much, but some of them I can't tell you because, it's... E disa bilisme, s'mund t'i tregoj. But there is no any, let's tell, any travel, any tournament Nuk ka asnjë udhtim, asnjë turnir without some interesting things. pa gjëra interesante. It's especially when you are 20-25 years old. Po sa që është krye 20-25 vjeç. And possibilities much more than like we are here, but in this. Janë më të mëdha se sa që i kemi na tash. But I can tell you, Po yesterday mund t'ju them që dje we spent some time evening in the street, e kemi kalu pak kohë. and those girls, and they. Now I have some troubles with my. Tash kom This is because you looked at it and that. tu po rini, tu po they just- qafën nuk e kam mirë. Mira. Yeah. So there is a lot of interesting things. Po We gjëra were shumë young. interesante kur kemi qenë të ri. What happened? I can tell you. Look at yourself. I Sure can did. tell you. So everything happened. Just got undone. Yeah. So I think it's wonderful to have possibility to travel. Është mrekullueshme të kesh mundësi për të udhëtuar,
because not far a long time ago we can't travel. Jo shumë moti. Yeah. Ne s'kemi mund të Yeah. udhtojmë. So and now we're very happy to see the young people. Tash jemi shumë të lumtur që mund të shohim të rinjt. They can study abroad. Ata mund të studiojnë jashtë. They can have a friend, Mund të kenë shoqëri- friends from all over Nga the world. Gjithë bota. So that is most, Kjo I can tell you, most achieve Kjo është arritja më e madhe of nowadays. e ditëve të sodit. Po më intereson, është ndeshja e dytë që po luhet kjo, apo një Jo. ndeshje është luajt Jo, me sot veteran? sot luhet vetëm një ndeshje, mirë Po, po një ndeshje po është kemi luajt- në 2015 në 2016 ka qenë turnir. Na kemi luajt 2 herë kemi luajt me këta, 2 herë na kanë luajt. E këtu do të më doj, ai ka mujt Po, ko marru krejt. që Jo, përmes ko marru, me dhe, po nuk e di. do të thonë kujta i morën mend diç fitoret. Që të vjen po i morën mend diç fitoret, na krejt mohallash ashtu jemi, morën mend vetëm Po fitoret. dhe në asë kom do këtë kum lujtë edhe unë për këta, Po. Po më intereson kush me vet Dariusin në kohën a e morën mend atë pjesë të lojës dhe po më intereson kush u anku më tepër? A jeni anku ju, a jeni anku këta Do terraterit? you remember the games that we had Together. in Heb? Yes, of course. In Czech Republic. That is why we are And- here. Yes. Për atë edhe jemi këtu. But he's Rematch. he's asking who was complaining the most. You know, I can tell you one sample. Okay. When I played in Žalgiris, we had the chance to go to Vladivostok. That is Kemi pas close to rastin Japan. Të shkojmë në Vladivostok. By plane. Është afër Japonisë me Yes. So we by plane, of course, and we land and then up and land and up. But in our mentality, in Lithuanians' mentality, it was that when we will open the door, we will tell hello for the bear, you know. That is, mirdita për birr. yeah, but of course that was the same as everywhere, you know, that is a good place and good. So something not like the beer, but something we expect there. Who knows what is going on? You know, we don't know exactly what is Albania because we landed in Tirana. So what is this? That was a closed city. We know nothing about that. You know, it's just a few. I know Kuta, and you know just that what I know about Albania. You know. And my wife put the things in the back, you know, and told, be careful, you know. I told that we're going not to Africa. You know. So you know we must break that the bad images, and I think. And now I think that is what we're doing with the basketball. Yeah. So we have friends now from Czech Republic and from Kosovo. And we want to join because we have a good relationship in Czech, wonderful relationship. We want to have the same relationship in Kosovo. Uroj shumë që të realizohet kjo normalisht. This is being realized. Yeah, because it's not the target to come there ourselves, but we want to ask you to come. Në kosh puna që veç na martu, por edhe do t'ju thrasim edhe juve. We will show for Putin know, and he can prove that we're crazy when we're looking basketball in the gym. So we want us to come to our country. Our country is not. We do not have mountains, but we have lakes. Yeah. You have something beautiful in the nature. We have also. Po më intereson kur të shkoni tash ju atje. Po më intereson kur shkoni ju atje. Me pyet Dariusin. A keni nevojë me vënë këto qafës super ky ajo? Mi para përgatit. He said when we come there,
Yeah. Do we need to put Exactly. Exactly. You know, because now I feel something uncomfortable. I feel myself uncomfortable because I have neck problems now. I want him to have the problem the same as me. You know. Kujt po më intereson edhe diçka me dëgju pakës prej teje, se edhe si mi po moti, edhe po du me edhe për dëgjusit normal edhe për shikusit. Po më intereson me ditë sot që kemi pas ndeshje, që kemi pas atë ndresën tjetër, pas përfundimit, nëse veç fitoni. A do m'ja fal dikuj që atë ndresë? Do më thonë drejtën, unë edhe këtë dresën teme që e kom, për shemë të gjallëgërisit, e kom harru atje se këmë menu do tjera, do më thonë, sot do të luj me numrin 15 e me emën tjetër lojtare. Ani ma mirë, bile me stadin. Po, puna dresave, po i kryesoria që po luaj, po me të sana do m'ja fal dikuj, se me siguri kanë me ardhë tifoz me pa shumë. Po, më në s'ka ajo së është. Se ki problem, a? Problemi më i vogël është edhe, po mi do ndresat, po. Kujt? Po, megjithëse nuk është e jemja, duna me vetë atë lutojnë, apo. Edhe po më intereson edhe diçka me ditë përshtypja për basketbollin e për sportin përgjithësi tek na te vendi jonë. Apo mendon që është ka stagnu, a është të shku përpara, a qysh është pjesën e sportit në vendin tonë, sidomos basketbollin? Më thonë me stagnu, nuk e di, nuk djem në gjendje unë me vlerësu këto, po ma mërmenja si ka ecë shumë përpara basketbolli, po patjetër, po. E kemi ligën e mirë. Duhet e përcjell? Po. Veç duhet punë, duhen njerëz edhe që duhen basketbollin edhe me punu ma shumë, ashtu po, inshallah, po, mirë. Unë jam pak edhe aktiv, po. Edhe atje, ashtu me veteranë kështu, viç ma mërmenja si kvaliteti i basketbollit në Kosovë është në nivel, po, thjesht. Ama duhet punë me ecë ma thonë, po. Afrim, po më intereson për këtë takim shumë të rëndësishëm edhe qytetit tonë edhe të vendit, për këtë takim të veteranëve, a keni pas në ndim për dikuj, apo qysh arritët, apo është me vetë financim komplet, apo keni pas? Në fakt, kur kemi bisedu me Kujtën, të mes tjerë gjatë bisedës, se shpesh polim kontaktojmë, ala unë e bile kom qenë edhe mësafirë të Kujtë atje, por e kom gajt një gjysë maratonë në Karlovy Vary, veç sa për nësje, të më thonë, jam aktiv ala. Po, Karlovy Vary me festival të filmit. Me Kujtë, edhe patëm bisedu, Kujta tha, kanë dëshirë më ardhë veteranët e Zhallëgërisit, edhe tha po, pas mirë prit masi, s'është problem, heqë gjejmë njërën, edhe kështu që jemi drejtu edhe të zyrtarët e komunës, pikërisht Zoja Adea Roka, kemi bisedu edhe ajo, në fakt, mandej përmes Lavinot Efendi, se kemi siguru sallën, edhe ata kanë me naprit, kanë masi, dhe më thonë, kështu për mbështetje, ajo mbështetja ma mirë, kur sigurohet salla, kur vinë ata dhe faktikisht e kemi edhe ftesën për drejt, pra për udhëtimin e për këto, këta i kanë Kujta, sidomos i ka marrë përsi për bukur të gjona, pra dhe na vetë, sa të mujmë disa... Jo. Vetë financimi kemi, gjithashtu. Na jemi veteranët, vetë financimi. Po, kryesisht edhe jemi më tash disa dhurata që do t'i bojmë, për shembull, i kemi do vena nga Batusha, pra si që mi posta... Po, senet tona dhe më qytetit tonë. Të Alberta Ironi kemi marrë disa kështu kutija të këto, fatosa gjemi për na ndimon me... Në më në gjithë qyteti? Po, faktikisht, pasi që të është për përmenin dhe... Pa mja shumë mirë, për du me bo dhe një pytje për Dariusin, me bo një pytje çfarë mesazhi kishit mjap të rive që njën të nga pashtar, të nga dëgju që të dëshirojnë më marrë rrasë. What message would you give to youth that they start playing them? Or would like to, young people? Basketball is one of the best games in the world.
look at that bodies they running have Shikoju trupat që janë rapime që kanë. wide shoulders and for the men. Krahorin e John. But that is important. The physical and good looking as me, for example, and Kuta is very good. Me që do të thonë me qenë mu dog bukur si unë edhe Kuta. Yeah. But you know, the most important thing that we living in the basketball and having a good friends. Ne jetojmë në basketball edhe kemi shoqëri, shok të mirë në basketball. I have friends in Europe, almost in all over the Europe, and I can call and tell, how are you? And he tells, I'm okay, everything fine. And that is very important. Very important. Si e mirë, do të thonë është shumë rëndësi. Gjëja kryesore që ndikon basketbolli është shëndeti. So what the most basketball is affecting is health and friendship. Yeah, we must understand that everything when we are older, duhet ta kuptojmë që kur jemi më të vjetër, you can see that we're older, you know. Yeah, but the heart, yes, but the heart, you know, I can tell, I don't call Kuita any time in the year, all the time, and he called me the same. And Kuita, how are you? Can I come to you? Of course, he's talking, you know. And he also, you know, I was so glad when he came to Kaunas. And I have a possibility to show him how what we see in the gym where Zalgiris playing. Ti tregoj kujtë se çka mundet me pa në sallat e ishim në tetor në kofse më ndërhyj. Kam një pjesë ku marr me kamerë në tetor, lujti Zalgirisi, nuk bën mi pa i telefonit ta 10-15 sekonda. Po, për i kamerës, do ta gjej, foni ju, ta ta gjej, është 10 sekonda. Atmosferën e Kaunasit ku të luan Zalgirisi. Është fest, këtë qyteti, këtë vjetër, të rritë, fëmijë, është diçka fenomenale, me të vërtetë është pa imagjinuar se do të bëjnë atje. Edhe tifozat sot duhet me ardhmë me mush sallën se. Kom shpresë ndoshta se kemi bë bash ashtu. Se kemi bërë shumë të madhe, po që jemi të bota. Sa si veteran se ata që tha Kuita na më shumë kemi me hecë se sa më duhet. Nuk ka lidhje, ju mundi mendaj se thash edhe një herë po. Mjafton prezenca juaj. Dikush edhe bën kosh. Bile Dariusi sa më kujtohet kur ka qenë një garë për gjujtje të lira na ka mujton. Po. Në çeki po. You won the competition in free throws. Remember? In 2016. That was just one of, you know. That's the one of. Yes. But what I want to tell, the most important thing that I want to ask the young players from Kosovo to come to Lithuania and you know, not just in basketball but especially in football, because we know that we are now in very bad position as a football country. And I also represent the Kaunas district. Unë përfaqësoj edhe ç'më thon distriktin, ç'është rajonin e po. It's like a Kaunas, you know, it's Kaunas city and Kaunas district. And they ask me, is it possible to ask somebody who are interested to have a good relation between ata pyesin është e mundshme që to play, to come talenta. Yes. Jo, marr me bashkëpunimi. If somebody hear me from football country, from football side. Yeah, so we are open and we want to edhe ishim pas dëshirë me bashkëpunim. Yeah. Është mirë sa ardhën për vendin tonë. Po. Do të më Po. Albia gjete? Po, çfarë do të bëjmë? A dërgojmë me çita ti direkt, a? Po. Ma edhe mami. A ki numrin e regjistruar Albi? Po, do jetë top radio.
Pas ta shkojmë. A vjen këtu, a? Okej, super. Kjo është një moment kur ishim musafir atje, na thirrën hajde me po lojën. Sa ina në sallë edhe e mora ashtu 30 sekonda në ashtu atmosferën para fillimit lojës. Në Kaunas, ku t'luan Zalgirisi. The game with Fenerbahçe. No, po, me Fenerbahçe. Po. Kjo është momenti kur ashtu po. Very important game for us because that was rëndësishme për ne. the coach of Fenerbahçe is from Kaunas. Treni Jasikevicius është trajneri i Fenerbahçe. Po. Who won this game? Kaunas won that. Can you imagine the after the game it was Kaunas celebrate the same as I hope that you also celebrating. Yeah. Sa ka festuar gjithë Kaunasi pas lojës. Unë falenderoj shumë që erdhët, i falenderoj shumë që jeni këtu për këtë iniciativë. Pra, i shfrytëzojmë rastin që me këtu komplet qytetin me tifoz me krejt, sepse nuk luhet vetëm një ndeshje futbolli, sot luhet një ndeshje miqësie, një ndeshje historie, sot luhet një ndeshje siç e tha edhe Dariusi që basketbolli ofron njerëz, ofron shoqëni, kështu që le të mirëpresim sot veteran me një super pjesëmarrje në sallën e sportit Vashani Nushi në ora 12. Edhe pse ditë pune, po ta shfrytëzojnë njerëzit pauzën, nashta mundi me shfrytëzuar pauzën me shku me ta shfrytëzoj pauzën, edhe ashtu loja nuk zgjat, si këto nashta luhet 4 herë ka 5 minuta. Ashtu. Qysh do kafta është ndeshje historike, ndeshje shoqërore. Patjetër, gjithsesi. Uj falenderoj shumë që erdhe. Edhe pejtë faleminderit shumë për stafit të gjithëve, ju uroj punë të mirë, suksese. Falenderoj shumë Darius, thank you for coming. Thank you for inviting me here. It's very important for me. You're welcome anytime. Falenderoj shumë. Faleminderit për ftesën. Edhe unë besoj që do të jem aty me ju pa lojën, edhe kam mirë gjiru pak, se nesër në emision kam i transmetu pak me kështu shakan. Faleminderit shumë. Do të jetë pak ndryshim me këtë lojën si e pam pak përpara. Pak më ndryshe. Mirëmëngjes këtë best. Mirëmëngjesi. Muzika. Ama mirë këtu, a atje.